Çështja më e madhore në jetën tonë që e kemi, çështja më e rëndësishme është besimi në Allahun e mënduar. Madje kjo është forma e vetme që përmes saj e realizojmë të qenërit njerëz. E meritojmë e përsinë që Allahu na dha, e arsyetojmë shfrytëzimin e begative në këtë dunjë dhe garantojmë për veten tonë shpëtimin ditën e gjykimit. Besimi në Allahun arsyeton dhe jap kuptimin e shfrytëzimit gjitha begative tjera. Pa besim asnjë begati nuk ka kuptim. Pa besim jeta nuk ka kuptim, nuk ka përmbajtje. Është e zbrazët, është boshë dhe pa kuptim. Andaj ky besim për të pas këtë rol në jetën tonë duhet të jetë funksional. Duhet të ketë padyshim aktivitet në përputhje me funksionet që Allahu ja dha këtij besimi. Ne duhet gjithmonë të interesojmë për funksionet e besimit. Sikur që telefoni ka funksionet e veta, ky mikrofon ka funksionet e veta dhe realisht performanca e këtij mikrofoni matet mbi bazën e funksionalitetit të tij. Sa është funksional? Nëse nuk është funksional, kot është i bukur, kot është i shtrejt, kot është në vendin e dur, nëse nuk është funksional. Funksioni i mikrofonit është zmadhimi i zërit. Nëse këtë nuk e bën, atëherë nuk ka kuptim prezenca e tij këtu para meje. Gjithashtu, gjithçka që është para nesh e ka funksionin e vet. Edhe besimi padyshim i ka funksionet e veta. Dhe për këtë duhet shumë të interesojmë dhe të lexojmë, e dëgjojmë, edhe të marrim pjesë në ligjërata kudo qoftë që flitet për funksionet e besimit. Si ta bëjmë një besim funksional, aktiv, e jo një besim i cili nuk tejkalon dimensionin e deklarimit. Do të deklarojmë se Zoti është, Allahu është Zoti jon, deklarojmë se Muhamedi është i dërguari jon, deklarojmë se Islami është fejon dhe komplet, domethënë përkushtimi jon ndaj fesë nuk tejkalon pragun e deklarimit. Deklarimi është padyshim hapi i parë, është pragu më i rëndësishëm, por pa mjaftueshëm që të jetë funksional. Deklarimi është hyrje, ndërsa pastaj janë etapat e tjera, janë procese tjera që e bëjnë këtë besim funksional. Në kuadër të kësaj, përputhje me këtë që përmenda, ne agjerojmë për ta bërë besimin funksional. Besimi nuk është funksional me deklarata, por është funksional me namazin, është funksional me agjerimin, është funksional me sjelljen tonë, me moralin tonë, me edukatën tonë. Kështu është besimi funksional. Kështu është besimi funksional. Prandaj Allahu te bareke ve teala kudo që në Kur'an ka folur për besimin, zakonisht pas tij ose në emër të tij ka përmendur vepra të caktuara, ka përmendur obligime të caktuara, ka përmendur probleme të caktuara që e pritshme është të tejkalojnë mbi bazën e besimit. Besimi mundson që ti kuptojmë sprovat më ndryshe edhe ti tejkalojmë. Çfarë kuptimi ka besimi i cili nuk na gjiden të lashet tona, nuk na gjiden sprovat tona? Çfarë kuptimi ka besimi në Zotin kur ai na thret e ne nuk i përgjigjem? S'ka kuptim. Prandaj besimi jon merr kuptim dhe është funksional pikërisht sa ne i përgjigjemi thirrjeve të Allahut mëdhenuar. Prandaj ne agjerojmë për ta dëshmuar funksionalitetin e besimit tonë, për ta dëshmuar aktivitetin dhe prezencën e besimit tonë në zemër. Zemra është ajo që e ka besimin, mirë po dëshmia e këtij besimi dhe funksionaliteti i këtij besimi është padyshim i shprehur në jetën e përditshme. Sikur që kemi të njohur se besimi është fjalë dhe është vepra.